A sheni najher ëndra seksuale? Shumica e njerëzve përjetojnë këto si diçka pak çuditshme, najher edhe turpshme, por kur e sheh historinë edhe shkencën, e kupton se kjo s'është kur gjë. Sipas studimit Sleep të EGOM edhe bashkëpunëtorëve, pothuajse krejt njerëzit ose 99% prej tyre raportojnë që kanë pas ëndra seksuale të paktën një herë në jetë. Shumicën e njerëzve këto ëndra përsëritën disa herë në muaj. Tash vjen pjesa më interesante. Njerëz nuk i kanë kuptuar gjithmonë ëndrat të njëjtë. Antropologu Charles Stewart tregon që në periudha të ndryshme, në perëndim ëndrat erotike janë po si diçka normale, e herë janë po si rrezik moral. Në antikitet, njerëzit nuk i kanë po ëndrat seksuale si shenjë të dëshirës personale apo të epshit individual, siç i mendojmë na sot. Ato interpretoheshin më shumë si shaja simbolike. Për shembull, një ëndër erotike mundej me u kuptu sikur paralajmërim për fat të mirë, rritje të pushtetit, sukses shoqëror apo ndryshim statusi. Me shfaqjen e krishtërimit hershëm, kjo mënyrë të menduarit ka ndryshuar. Vëmendja është zhvendos prej kuptimit simbolik të ëndrës tek vetë personi që e sheh ëndrën. Ëndra erotike ka filluar me u pasi provë e vetë kontrollit moral. Nëse njeriu nuk ka mri me kontrollu trupin as në gjumë, kjo është interpretuar si dobësi shpirtënore. Kështu seksualiteti ka filluar me u lidh gjithnjë më shumë me fajin, turpin edhe frikën. E pastaj është shfaq edhe inkubusi. Sipas përshkrimeve mesjetare, inkubusi është një demon që ushtri mbi trupin e njeriu gjatë gjumit edhe ka shkaktuar ëndra erotike, ndjenja të ngulfatjes ose paralizë të gjumit. Ky shpjegim i jashtëm e zhvendos të përgjegjësinë nga njeriu tek një forcë mbi natyrore, por njëkohësisht e ka forcuar idenë se seksualiteti është i rrezikshëm dhe është i lidhur me të keqen. Stewart thekson se shumë nga ndjenjat e konfuzionit, fajit apo frikës që disa njerëz i përjetojnë edhe sot pas ëndrave seksuale nuk vijnë nga vetë ëndrat, po nga trashëgimia kulturore. Edhe trupi yt e merr seriozisht një ëndër edhe kur është veç ëndër. Studimi i Sleep tregon që shumë njerëz raportojnë rrahje të shpejta të zemrës, djersitje, madje edhe ankth pas ëndrave seksuale, e kjo ndodh sepse sistemi nervor mundet me u aktivizu gjatë gjumit sikur të jetë ngjarja reale. Edhe një detaj që shumë kush e gjen befasues është se përmbajtja e ëndrave nuk është gjithmonë e lidhur me jetën reale. Shumë njerëz raportojnë ëndra me partner të gjinive të ndryshme edhe kur një të përditshme nuk janë të tërhequr prej tyre. Kështu që në vend me i marr ëndra sikur mesazh i fshet, provojmë me pa sikur një proces normal të mendjes. E ju tash kallëzoni në komente a sheni ëndra erotike. Edhe për më shumë video si kjo, subscribe përbani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.